të cilët prej 2-3 javësh janë shkputur nga policia e shtetit në aksion, ka një javë janë terrenat. Se ka nda duke kontrolluar, sekuestruar telefona, pajisje elektronike, dëshmi e njëron tjetrën dhe vetëm trashet dosja atje. Dhe kur shkoi Rama, do jetë më e gjatë se Rama dosja kur shkoi Rama atje. Po, kjo gjatje dosjes sa kohë mund të marrë, kjo është ideja. Grupet e trafikut të drogës janë edhe në qeverisje. Dhe unë e kam përsëritur edhe herë tjetër që atje në strukturën e posaçme, për 4 vitesh, por edhe 5 vitesh. Ka organizata kriminale që janë bërë biznese në Shqipëri dhe ka biznese që janë marrë me trafikun e drogës. Do të rikthehet në herë vëmendjen tuaj, i fakt që e kam përsëritur, por që është pjesë e dosjeve që kanë ardhur nga partnerët dhe është në prokurorin e posaçme. Ka kompani hidrokarburësh me shumë emër në Shqipëri. Të paktën 3 prej tyre, të cilat njërën të rrugëve të udhëtimit e kanë mbushur me kokainë. Botet e naftës janë të mbushura me kokainë. Kush e thotë? Me drogë. Këtë pa them unë. Dhe është në përgjime, është në dosje, është atje. Unë i di edhe emrat e kompanive, sigurisht, edhe emrat e sipërmarrësve. I di edhe prokurorët. Dhe këta njerëz tani, këtë grupe biznesi, ka edhe biznesmen që rrinë në borën e kryeministit, zgjatohen sikur janë perëndit e këtij vendi, që janë zhytur në trafikun e drogës. Dhe kjo para i bën ata të na shitën si shpëtimtarë të kombit. Të gjithë këta janë dëshmitarë e Ramës, në telefonat e tyre të sekuestruar, edhe sipërmarrës dhe biznesmenë afër Ramës, të arrestuar të ardhur në Shqipëri, kanë ardhur materialet përpara se të vinë ata. I gjithë kjo është histori trafiku me parat pastruar nga punë publike, nga tendra. Kush ka dhënë të po flasim pra? Pikërisht pra. Edhe paraja publike, këtu është çështja, jo vetëm pastrimi parave, por këta trafikantë droge, që nuk janë vetëm shqiptar. Dhe ky është problemi. Aty nga Amerika Latine, Kolumbia, Venezuela, Aruba, e famshme, Samiti i kokainës është këtu. Legjendësh për gjithë kjo, sa ai do dali me emër, do lëshoj e bukur, do bëhet filme, mos kimera. Pra, të gjithë ata trafikantë, organizat trafiku nuk janë vetëm kombëtare, janë ndërkombëtare. Dhe mafia ndërkombëtare tani edhe kur e ngarkuara me punë, pra, kur amerikanët thonë do të çmontojmë rreth trafiku, do i çmontojmë sepse ata janë këtu, janë në Amerikë Latine dhe paraja me miliardë ka shkuar në Amerikë. Sigurisht ja japësh të kund gjykatës, po ai lexove dhe se një paralajmërim për vendimin e pritshëm të gjykatës kushtetuese, se kanë parasysh sot në fakt. Ishte mesazh i qartë. Është bërë dhe padia në SPAK ndaj Niko Peleshit dhe biles nuk e di ai pe datën. Çfarë datë është vendosur? 28 janar. 28 janar. Është shtyr në javë, duke marrë. Është dhe një javë. Dhe duke firmosur. Megjithëse padia mbriti sot në SPAK. Duke firmosur prova. Pa. Dhe kujtoj një moment vizitën e Ramës në Francë kur tani na fton francezët që ndërhyjë te kodi penal. Pa. Nxorra dhe kodin penal francez për meratjet e Ramës, shpërdorimit e detyrës dhe shkeljes barazisë në tendrave, që korrupsionin ata e kanë target. Pa. Pra nuk shpëton nga kjo punë e historisë franceze, ndërkohë që ai shumë bërë përshtypje, po mirë, shkojmë në Francë, takojmë ministrin e drejtësisë. Dhe do pyetja që Rama lapa i bërë ministrit të drejtësisë. Prokurori që drejton ekipin e miliarda mesazheve të përgjuar nga Skyengro është prokuror francez. Dhe një nga bisedat e tij me ekipin dhe me njerëz të hetimit, kur ka parë që Shqipja ishte gjuhë e parë në gjithë këtë lëndë që ametit të trafikut të drogës, ku ka ministra, deputet, biznesmen, media të shëndetshme, shqiptar, në këtë lëndë trafiku. Ore ka thonë, kur të mbarojmë punë me këtë, unë do shkoj në Shqipëri të fik dritat në për institucione. Dhe politizimi i krimit është alarmi i tyre. Pra ti kishte thonë, ore mirë, ministri i drejtësisë, ore na e pyet të prokurorin, sa kam unë atje, sa deputet kam atje. Po veta jam, në fakt ai e di për veten se çfarë ka për të